Gjatë periudhës së dimrit, Dardha dhe Voskopoja, dy fshatet e njohur turistik në juglindje të vendit, kanë qenë të kërkuar nga turistët vendas dhe të huaj, në veçanti gjatë ditëve kur fshatet kanë qenë të mbuluar në rreshjet e Deborës. Në Dardhë një nga atraksionet kryesore mbetet skipista, e cila është një zonë e frekuentuar nga një numër i madh vizitorësh. Administratori i skipistës, Somatasho, tregon se gjatë sezonit dimëror pista ka pritur jo vetëm turistë vendas, por edhe të huaj, të apasionuar pas sporteve të Deborës. Ne jemi të kënaqur me këtë numër të madh të turistave dhe për këtë arsye mendojmë që të bëjmë dhe investime akoma më të mëdha. Duke rritur sipërfaqen e pistave të skijimit me një teleferik 3 vendësh për të bërë të mundur një pistë gati 1 kilometër të gjatë. Edhe Voskopoja sipas operatorit turistik Anton Falo ka qenë një tjetër pikë e frekuentuar për turistët. Si çdo vit, për Krishtlindje dhe për Vitin e Ri, kishte fluks siç kemi çdo vit dhe zakonisht fluks në Voskopoj ka vetëm në fundjavë. Gjatë sezonit dimëror, hotelet dhe bujtinat në qytetin e Korçës kanë pritur një numër të madh turistësh vendas dhe të huaj. Sipas për llogaritjeve minimale, vetëm në periudhën nga data 23 dhjetor deri me datën 3 janar, të ardhurat nga turizmi në qytet kanë arritur mbi 2.5 milionë euro, duke konfirmuar edhe një herë rolin e rëndësishëm të turizmit dimëror në ekonominë e zonës.